Për shkallëzimi i situatës në Maqedoni ka shqetësuar ndërkombëtarët që shtojnë apelet për qetësimin e saj. Zhvillime dramatike në Kumanov u pasuan nga një deklaratë e Komisionerit për Zgjerimin Bashkimin Evropian, Johannes Hahn, ku bëhet thirrje për përmbajtje maksimale të gjithë aktorëve në vend. Hahn këshillon që udhëheqësit politik të bashkëpunojnë për rivendosjen e qetësisë dhe hetimin e plot, transparent dhe në mënyrë objektive të ngjarjeve të orëve të fundit. Komisioni Evropian kërkon shmangjen e përshkallëzimeve të mëtejshme në interes të stabilitetit të vendit. Reagimet vijojnë edhe nga Kosova, ku pas presidentes Jahjaga dhe kreut të kuvendit Veseli, partitë politike shprehin shqetësimin e thellë për gjendjen dhe kërkojnë që kriza politike të mos përdoret në dëm të shqiptarëve. Zhvillimet në Kumanov po përcillen me shqetësime edhe nga mediat në Beograd. Gazeta Blic publikoi një shkrim ku ilustrohet ajo që shihet si frika serbe për Shqipërinë e Madhe, ndërsa mediat ndërkombëtare flasin për situatë të tensionuar që rrezikon të destabilizojë vendin. Në gjendjen kaotike që mbizotron, Ilian Nikolovki, general në pension, bëri një analizë për situatën në një televizion, por fjala e tij u ndërprer pasi deklaroi se qeverisë situata i doli nga kontrolli dhe se shqiptarët në Kosovë e Maqedoni nuk kanë interes të bëjnë luftë.